Pavarësisht përpjekjes së institucioneve të drejtësisë për të fituar besimin e publikut, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, deklaroi se perceptimi negativ i ndërtuar në 15 vitet e fundit është i vështirë të ndryshohet. Perceptimi publik arriti nivele negative rekord për gjatë 10-15 viteve të fundit dhe rikuperimi i besimit do të jetë i vështirë. Përmirësimi do të vi patjetër, por vështirë se do të ketë ritmin që kërkojnë sfidat me të cilat përballet vendi. Në këto rrethana, as pak të favorshme, modernizimi i formave dhe strategjisë së komunikimit është kthyer në një domosdoshmëri. Vetëm gjatë vitit 2025, u shpërndan rreth 220 njoftime nga të gjitha nivelet e prokurorisë. Gjatë 2025-s, paqja u klikua 696.000 herë. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi dhe drejtori i Shkollës së Magjistraturës Arben Rakipi kritikuan raportimin e medias në lidhje me sistemin e drejtësisë. Një shoqëri nuk largohet nga shteti i drejtës kur kritikon gjykatat, por kur krijon bindjen se gjykatat janë të panevojshme dhe se vendimet mund të merren diku tjetër, në studio televizive, në portalet, në rrjetet sociale apo në foltoret politike. E rëndësishme është që e vërteta të mos vlerësohet si koncept ekskluziv dhe të mos jetë në shitje. Ambasadori i BE Silvio Gonzato ju drejtua brezit të ri të magjistraturës me thirrje për të ndryshuar mendësinë për drejtësi efikase. Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet dhe rregulloret. Ato kërkojnë dhe ndryshim kulture dhe mendësie. Unë ende nuk jam i bindur se ky ndryshim mendësie është arritur, është në dorën tuaj. Jeni ju brezi i ri që duhet të përmbushni këto pritshmëri, duke siguruar që drejtësia të ofrohet në kohë dhe me cilësi. Në përfundim të konferencës, magjistratët e saardhmes do të marrin në dorë diplomat duke nisur kështu rrugën për të bërë pjesë e sistemit.